Mirëmëngjes, gëzuar fundjavën. Ke pasur çik migren këtë ditë shumë thuaj, jo, si zakonisht. Për ju se dini ç'është migrena, është sikur ta kapi dorë gjigante kokën kështu nga sipër nuk ta lëshon, nuk mund të mendosh asgjë përveç dhimbjes kokës. Ose sikur të kanë ngulur në një shpat, mund lulet ballit, prap nuk mund të mendosh asgjë përveç dhimbjes kokës. Kjo gjë ju ndodh gjithë ju, kujdo që i ndodh nga fari njëri tjetrit. Ju dhe truri tuaj nuk i pëlqen fare fakti që ka kaq shumë njerëz tjerë që jetojnë afër teje. Migrena në shumicën e rasteve shkaktohet nga stresi. Stresi shkaktohet nga njerëz të tjerë. Kështu që të garantoj, një gjë shumë e mirë që mund të bësh për veten tënde është të japësh vetes një restart truri. Si bëhet restart i trurit? Në këtë rast duhet bësh një lidhje me natyrën, siç supozohet ti jesh, por nuk je sepse je në qytet dhe je stresum. Këtë fundjavë po s'pati gjë më bësh, shkonim në një plazh, nuk ka pse të lanin det, thjesht shkonim në plazh, aty ku është qetësi. Shko për shkakun te fshati ku je rrit, bëj udhtim deri te fshati ku je rrit, aty ku ka shumë pak banor tash, mund të mos njohë njëri. Shko vetëm, qetësou aty. Nëse s'doni me bëu udhime të gjata, mund të shkoni te parku i liçenit, a kupton? Po aty ka prap shumë njerëz. Po egërsisht, dhe ju sugjeroj jam majet e maleve, shkoni te dajti, ju sugjeroj shumë. Me pak fjalë, diku ku është qetësi dhe ka shumë pak njerëz. Kjo është më e rëndësishmja. Diku ku nuk ngjoni vetëm borim makinash deri në 3 natës. Diku ku mund të ulni me vend mes barit, mes pemëve, mes qetësisë dhe dëgjoni vetëm zhurmat e zogjve. Është si poetike, po funksionon egër, ta garantoj. Këto janë tingujt e nënës natyrë. Këto supozohet janë vetëm gjë që dëgjojmë, po ne nuk e dëgjojmë. Ne dëgjojmë vetëm hape rrugën o loqe. Ta garantoj që funksionon. Mund ta kërkoni, quhet lidhje me natyrën, nuk po ta them vetëm unë. Të bëni restart truri siç është restart i kompjuterit. Thjesht fillon nga fillimi. Do kesh jo migren ja 2 javë në vazhdim. Pastaj duhet shkosh prapë. Sa nga ju jemi sigurt që e dinit këtë gjë dhe ju duket budallik që po ju jap këtë këshill. Mendoni për njëri që është rrit në rrugë Kavaje se s'ka dalë ndonjëherë nga 21-shi e mëtej. Në njëri pa fat nga ju që mund të ketë lind tun mes se nuk ka dalë ndonjëherë për te, kanë gjuar vetëm borinë e makinës deri në 3 natës gjithë jetën, ti nuk e di ç'do të më thonë plak. Mase duhet ta provosh. Mi dish një këshill ato plak se s'ju jap kot, s'po ju marr lek për këtë.